Përshëndetje nga unë. Dështak zemrakët e bashkuar, duke e menduar kos për urinë e tyre për pushtet dhe për lavdi, rrjedhën e pastër të ujit protestës flamingove janë turur deri edhe koncertit unikal të Kanye West. Isha që u larguan nga detyrat larta me shumë zemrim, por pa lavdi. Humsa që hynë në zgjedhje si Zgalema dhe dolën nga zgjedhjet si Kalastrena. Turli lloj folkloristash të rishgënjyer, PD-istash të rigënjyer, arqi-marksistash të rrjedzuar, islamistash të TikTokzuar, shkelca ligji të frymzuar. Janë bërë bashkë si një kore zezë e protestës dhe nuk ndalen në ndotjen e kanaleve sociale, me shpifje, falsifikime, manipulime, sharje pa pushim, urrejtje për të ushqyer urrejtje, verbri për të ushqyer verbri, ndaj kujdo që e shikojnë si pengesë dhe gjithçkaje që i pengon ta shikojnë veten në një karrige. Ja ku janë 50 milion euro që ka dhënë ministri jonë për i natë koncert. Kurse spitalet s'kanë ilaçe. Ai dëgjuat. Një gënjeshtër me bisht akrepi madje, e sajuar për të pickuar dhe për të helmuar mendjen e kujtdo që përjeton me konfuzion këtë çorodi. Ja ku janë 50 milion euro vetëm për një natë koncert, thot ai. Ja ku janë, vetëm për një natë koncert. Librat e shenjtë na mësojnë prej mira vitesh se shpifsi është më i keq se vrasësi. Kurani i lartë e dënon kaq rënd shpifjen, sepse shpifja nuk vret vetëm një njeri, ajo minon vetë themelet e besimit mes njerëzve. Fjala është amanet, fjala nuk mund bëhet lanet, dhe shpifsi e bën lanet sepse shpifsi nuk ndërton asgjë, jeton për të rënuar atë që ndërtojnë tjerët. Shpifsi e përbuz të vërtetën, sepse ai gërmon vetëm në kërkim të gropës ku të ekzekutoj dënimin pa gjyq. Punon për diskreditimin, shkatrimin, përbaltjen dhe asgjësimin moral të tjerëve. 50 milion euro ka dhënë shteti për Kenin e Nestit, shkruan ky humorist pa dinë pa iman në video shpifjen e tij tek teksti. Ndërkohë që koncerti Kanye West është një ngjarje botërore, e cila do të financohej tërësisht nga sponsorat dhe nga shitja e biletave, sikur soi këtij karagjozit të mos i kishte mbushur faqet sociale me glasa apelesh për bojkotimin e koncertit, për transformimin e koncertit në protest, duke i trembur dashamirët e muzikës Kanye Westit dhe faktikisht duke dekurajuar shitjen e biletave për koncertin madhështor. Po, si është e vërteta? E vërteta është si gjithnjë e thjesht dhe e ilustrueshme me dokumenta. Qysh në fillim ne kemi firmosur vetëm një letër gatishmërie si mikpritës, ku kemi garantuar përveç mikpritjes natyrisht siguri dhe mbështetje logjistike, duke theksuar se nuk marrin përsipër asnjë angazhim financiar. Por si bëhet kur je detyruar in extremis të ndërhysh, siç bëm faktikisht vetëm mbrëm, me 4 milion euro që të mos lejosh anullimin e një koncerti të shumëpritur dhe turprimin e Shqipërisë në radhë parë përpara atyre 10 mijëra blerësve të huaj të biletave, të cilët janë më shumë se sa tifozët e huaj që erdhën në Tiranë për finalen e Conference Ligës. Përfitimet nga ajo ngjarje ndërkombëtare sporti ishin të jashtëzakonshme dhe patjetër që të jashtëzakonshme do të jenë edhe përfitimet nga kjo ngjarje ndërkombëtare muzike. Edhe pse
për hir të vërtetës, do të preferonim të mos paguanim asnjë qindark deri në fund, shuma që dham për një aktivitet, pra 4, jo 50, dhe të organizuar krejtësisht privatisht, që do t'i kthej ekonomisë kryeqytetit shumë fishin e kësaj shume, 10 mijëra konsumator të huaj, pa llogaritur vlerën e reklamimit global të emrit Shqipërisë në një nga komunitetet më të mëdha kulturore të botës, është një shumë më se e arsyeshme. Mund ta kishim dhënë dhe qysh në kryet herës, po t'ishte nevoja, por u detyruam. Dhe tani shikojeni se si vazhdon gënjeshtra bishta krep. Gjithë kjo fush këtu ka qenë gjelbrim. Aty ka qenë vetëm një fush ferrash, ku organizatorët identifikuan vendin më të përshtatshëm në mungesë një stadiumi me kapacitet madh për të ngritur stadiumin 60.000 spektatorësh. Po nuk është as pak rasti që ky shpifarak i mbushur me helm është një llapaqorr i partisë Shqipëria bëhet. Shqipëria bëhet me shpifje, o burra. Lëvizim bashk me shpifje, o burra. Shpifja është një mundësi, o burra tek mundësia. Shpif se diçka me patjetër do të mbetet. Shikojeni tani dhe gjelbrimin. Kush e di se çfarë do bëhet mos kësaj. Kush e di se qa do bëhet më pas, qa ti thuash ti Sallahani? Qa ti thuash ti po shqyqyr nuk tha që u rafshua një pyll me zogj të rrallë që të ndërtohet një thertore flamingosh pas shpinës së Kanye Westit. Edhe thonë pastaj, por qa del në protest? Jo. Jo, nuk them kur për çfarë del në protest. Ajo nëna e shokut tim që u përplas për kohë tëra me një pabërgjeshmëri të një mjeku. Nuk them kur për çfarë del në protest ai djali apo ajo vajza që e duan sinqerisht natyrën dhe janë të friksuar se zhvillimi mund të dëmtoj natyrën, mund të lëndoj biodiversitetin. Nuk them kurun për çfarë del në protest kushdo që ka një hall, që ka një shqetësim, që ka një padrejtësi për të kundërshtuar apo që ka një shpresë për të ushqyer. Nuk them sepse e di që ata njerëz nuk i bashkon etja për pushtet, nuk i bashkon dëshira për karrige orashe vdiqja, nuk i bashkon urrejtja që hajta kthejmë përmbys gjithçka. I bashkon shqetësimi. Dhe pikërisht pse i respektoj arsyet e tyre, unë nuk i shoh dot të merrem peng nga korba të shpifjes, nga sorrat manipulimit dhe nga partije partiçka që nuk kanë asnjë projekt për Shqipërinë, por kanë vetëm ngulmimin për të rrëzuar gjithçka. Me shpifje, me sharje, me kërcënime, me forcë dhe ku të munden edhe me dhunë, duke shfrytzuar shpejtësinë çmendurake të algoritmit. Por shpifjet nuk kanë ndërtuar kurrë asgjë, përveç mureve të dasisë dhe të mosbesimit mes njerëzve. Dhe në këtë vend patjetër që mund gjesh jo 100.000 arsye për të protestuar. Është normale në këtë vend, është normale në çdo vend. Historia na ka mësuar se sa më shumë përparon një shoqëri, aq më pak ajo i toleron problemet që kërkojnë zgjidhje. Dhe kjo është një shenjë lirie reale, demokracie të gjallë. Problemi nuk është ushtrimi i lirisë protestës. Nuk është as gjallërimi demokratik i shoqërisë përmes protestës. Problemi është kur protesta ushqehet me shpifje, me disinformim dhe me manipulim. Dhe kur kthehet në një mjet për ta kthyer vendin mbrapa. Prandaj problemi nuk janë flamingot. Problemi janë sorrat dhe korbat.